Ministri e Shëndetësisë Evi Salla deklaroi pas mbledhjes së qeverisë se është miratuar ngritja e Institutit Kombëtar Onkologjik për herë të parë. Sipas ministres, instituti i ri do të ketë një buxhet të dedikuar jo vetëm për funksionimin e tij, por edhe për kërkimin shkencor, ndërsa do të aplikojë edhe për fonde ndërkombëtare për barna dhe teknologji të avancuara. Shqipëria për herë të parë do të ketë një institut kombëtar të tumoreve. Një institut kombëtar të tumoreve sipas modeleve europiane, kemi marrë si shembull modelin e Institutit Kombëtar të Tumoreve të Milanos. Ky institut do ketë 3 fusha veprimi. Fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë, fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universiteti Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore, e para e këtij lloji në Shqipëri. Kjo fushë e fundi kërkimore shkencore sjell dyrisi në vetvete. Brenda kësaj fushe do të ngrihet njësia e studimeve klinike, ajo që quhet gjithmonë Clinical Trials Unit në çdo vend të botës, dhe kjo ka një rëndësi të veçantë, sepse mundson që pacientët shqiptar të bëhen pjesë e studimeve klinike ndërkombëtare. Pra, akses në barna inovatore, në studime inovatore. Ministria njoftoi gjithashtu ndryshime në programin e check-upit, duke hequr kufirin maksimal të moshës për përfitimin e këtij shërbimi. Sipas saj, çdo qytetar mbi moshën 35 vjeç do të mund të kryejë kontrollet parandaluese. Ministria e cilësoi këtë një hap të rëndësishëm për parandalimin dhe zbulimin e hershëm të sëmundjeve. Ajo bëri të ditur gjithashtu se shërbimet e check-upit dhe dializës do të mbahen nën kontroll dhe do të ofrohen nga vetë shteti. Për herë të parë, hiqet tavani moshor për shërbimin e check-upit, do me thënë çdo qytetar në moshën 35 vjeç e sipër, i ofrohet check-upi falas. Për herë të parë, qytetarët të moshuar mbi moshën 70 vjeç do t'ju ofrohet nga shtatori shërbimi i check-upit. Një hap shumë i rëndësishëm në aspektin e parandalimit. Gjithashtu, shërbimi i check-upit dhe i dializës, që përkatësisht përfundojnë në shtator dhe në nëntor, të ofruara për momentin nga koncesionari, merren dhe në dorëzim dhe ofrohen nga shteti.